Dashur miq, ja ku takohemi së bashku në emisionin Kështu ishin të parët tanë me hoxhën Fitim Gërguri. Sot do të flasim për një temë tjetër. Do të ndalemi te ruajtja e shikimit. Pse ka rëndësi dhe pse ka ardhur si urdhër hynor një gjë e tillë? Mirë se vjen hoxh. Mirë se gjej. Aq i rëndësishëm është shikimi dhe ruajtja e shikimit? Fillimisht Allahun Teala falenderoj për Allahut falë dhe ndihmë kërkoj salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj. Padyshim se shikimi është një lloj dritare e zemrës, apo një lloj hyrje që njeri fut në zemrën e tij nëpërmjet shtisës së shikimit. Zemra nuk është organ i jashtëm që me mbrojtu. Por aja merr pamje prej asaj çfarë transmetohet prej shikimit tonë. Është shumë domethënë se që njeri me u mundu me orientu shikimin në ato gjëra që Zoti nxit për me shiku, si në krijimin e qiellit dhe tokës, ndërrimin e natës dhe ditës. I fton me meditu ja ulil albab o ju pronarët e mendimit, e shikimit, ja ulil absar o ju që shikoni. Pro kemi shikimit obligative që na fton Allahu me meditu rreth tyre në krijimtarin e Allahut. Kemi shikime të ndaluara padyshim, që këto e dëmtojnë shumë zemrën, siç e rrisin ato imanin, këto janë shkak për me zvoglu imanin, dhe shikime të rëndomta që as nuk e shtojnë imanin, as nuk e pakojnë. Por tema jonë do të jetë në këtë të dytën. Po, dhe hoqë e përmendet që mund të konsiderohet pra syt janë port drejt zemrës. Dhe si ndikon kjo në ajo që ka shohim në pastërtinë e zemrës, në gjendjen e zemrës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se zemra është organi vetëm që rrotullohet vazhdimisht. Në gjuhën arabe qalb, zemër, do me thonë i thojnë diçkoje që vazhdimisht ndryshon. Edhe doja që mas shumë të e bën të i dërguni sallallahu alaihi wasallam ishte ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemra, rrotullo me zemrën tonë drejt fesë tonë, në fenë tonë, apo ja muqallib ja musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala taatik, o të që i nështron zemrat, nështro zemrat tëme në nështrim ndaj teje. Zemra nuk ka mundësi me pas një gjendje të njëjtë, për shkak se janë ndikohet prej asoj që sheh, prej asoj që dëgjon, prej asoj që prek dhe vepron. Është një lloj komandante që ndikohet varësisht prej informacionet që japin ushtarët për gjendjen reale të betejave. Aja ndikohet nëse shikon haram, lëndohet shumë, sepse nuk është kriju për atë punë. Allah Azza wa Jalla ka kriju zemrën që më nështru ati, me adhuru, më përkushtu, dhe jo me ju rebelu. Ndaj çdo shikim i jo në esmur ata. Çdo shikim në të ndaluarën, esmur zemrën, dhe është shkak që në atë zemrë të mos prodhoj iman. Ibn Qayyim thoshte në fjalë të artë, thoshte çdo gjëna esmur zemrën. Dhe çdo gjëna që bëhet është shkak i një zemre të smur, është shkak i një zemre e cila është smur paraprakisht tani vjen të gjunahe, është anasjelltas. Edhe ne e smuj me gjunahe, por edhe kur vjen gjunahe tjetër, është për shkak të smundjes së zemrës që ka shkaktu. Ndaj gjunahe e sjell gjunahe, qysh dhikri, e sjell dhikrin, kur njëri bën dhikr shumë, e sjell dhikrin tjetër, të futën në atë botën e adhurimeve, ashtu edhe me katet e shoqërojnë njëna tjetrën. Nuk ka mundësi njëri me thonë që unë përshikoj një haram e pastaj nuk ndikon të unë asgjë. Jo, ajo ndikon në namaz, në koncentrim, ndikon në lexim të Kuranit, ndikon në adhurim ndaj Allahut, ndikon në stabilitet të imanit. Krejt këto janë ndikime që i bën zemra e cila është e lënduar prej gjunahet. Dhe jo rastisht,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson të më thonë Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura, o Zot bën vendos në zemrën tëme dritë, në shikimin tëm dritë, e dëgjimin tëm dritë, e bëm dritë nga djathtë, e majtë, e para, prapa, e lartë, e poshtë, o Zot bëm të tërin dritë. Pse ke lutje kështu? Për shkak se me e përdor krijimtarinë e Zotit, organet që na ka dhënë, atë që Zoti është i kënaqur me të. Dhe jo rastisht ndalimin shikim të haram është orë pikrin surën Nur, surën e dritës, se nëse kjo dritë shuhet, nuk ka pastaj mundësi më dallu adhurimi prej jo adhurimit, përjetimi i adhurimit nuk vjen asesi, krejt janë shkaqet smundjes dhe nëndimit zemrës që i shkaktohet prej shikimit, dhe jo vetëm, pastaj prej dëgjimit, prej të folurit e kështu me radhë, por derë prej portave të mëdha të dobësimit të imanit është shikimi në të ndaluarën. Po, dhe si lidhet kjo, pra kjo thirrje e Allahut përmes surës Nur, përmes ajeteve të caktuara, si lidhet kjo me ndershmërinë dhe me devotshmërinë pastaj? Allah azza wa jall i thret besimtarët, thot qul lil mu'minin, thuaj krejt besimtarë, çdo njeri që ndjen veten si besimtar në Allahun dhe si pasues i Muhamedit a.s. Dhe çdo njeri që është krenar me Allahun dhe dërguarin e tij me këtë fe. Le ta bëj me krenari këtë kërkesë që Zoti po e kërkon prej neje. Prej nesh, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dhalika azka lahum wa athhar. Thuaj besimtarëve ta ruajnë shikimin e tyre dhe të ruajnë organet e tyre prej zinas. Kjo është më mirë për ta dhe është më hajër. Allahu është ai që i veshgan ata që veprojnë. Dhe po ashtu vjen kulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna. Dhe thuaj besimtarëve grave, ruani shikimet tuaja dhe kujdesni për organet tuaja. Pra është derë e zinas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek syri bën zina, imoralitet, dora bën imoralitet, e pastaj mënet Allah në rojtë më sëpërvu njeri me ranë këtë gjëna shkatrus. Pra është një prej shkaqeve kryesore që e fut njerin në mëkate shkatruse. Dhe u bëhet thirrje besimtarëve, pa marrë parasysh gjinis, apo më shumë besimtarëve meshkuj në këtë rast? Fillon me meshkuj, po ju bën thirrje edhe gjinis femnore. Po fillimisht e fillon me meshkuj. Janë meshkujt më të sfiduar përballë asaj çfarë shohim? Sigurisht, në aspektin e krijimit që Zoti dashur dhe e krijoi, femnën e bën më të bukur dhe më tërheqëse për synin e mashkullit. Dhe prej këtu filloi me mashkullin, që ai spori ta ullë shikimin e tij. E pastaj vlen edhe për femnën. Sikurse si filloi tek vjedhja, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Ai që vjedhësit dhe vjedhësës. Sepse zakonisht ma shet vjedhen më shumë se femnët. Këtu ka fillu për shkak se shumica e shikimeve në haram janë prej gjinisë mashkullore, ose shumica e vjedhjeve, e vjedhjeve, po ashtu është për shkak të meshkujve. Ndaj me pas kujdes më shumë është mashkulli. Se është krijimi i femnës është më tërheqës për ta dhe destabilizon imanin e besimtarit, e largon prej binarëve. I vetme është gjunahi i shikimit, më në them, që pasojat janë të menjëhershme. Ata ndjen menjëherë që u falë, po nuk e ky namaz që të bën zakonisht. Të kushton cilësinë dhe sasinë e leximit të Kuranit. Krejt ata që thonë se nuk kam kohë me lexu Kuran, nuk është e vërtetë. Ka kohë për lexim, ka kohë për meditim, por ka gjunahe që janë pengesë për me lexu fjalën e Allahut, për me pajis me këtë dritë Zotit që e kalon. Pra, në këtë rast, shikimi pa kontrolluar ndikon në zemrën e besimtarit, ndikon në dëshirat për punë të mira, apo jo? Shikimi i pa kontrolluar ndikon
në zemrën e besimtarit që të mos veproj vepra të mira. Është pengesë për veprat e mira. Nuk është se trupi i njerit është ai që ngritet për shembull për me falë sabahun, ose gjendja e tij i lodhur apo jo i lodhur. Nuk është kjo që ndikon në përgjigjen e muezinit në xhami, se gjejmë njerëz në moshë të shtyr 70-80 vjet, ata vinë dhe i shohim sa të parë. Pra nuk ka të bëjë me gjendjen fizike. Asesi, po ka të bëjë me gjendjen shpirtërore. Shikimin haram e bën që imani të jetë deri në atë shkallë i zvogluar, sa që jargoni bëhet më i rëndë se imani. Në ka forcë a iman pastaj me tërhiq jargonin dhe më ngrit me marr abdes, e më përgjigj Allah të lartësuar në thirrje për me falë namazin. Ka pasojë të mëdha, pengesë për adhurim, pengesë për meditim, pengesë për kënaqësi, njëri pastaj nuk kënaqet me familjen e tij, mësohet me familje të turpshme, Allah na ruaj, dhe nuk është i kënaqur me ato që Zoti ja ka caktuar prej grosë e kështu me radhë, po ashtu është pengesë për furnizim. Shikimin haram është çështje për mënën dietarët, prej pengesave kryesore që robin nuk arrin synimet që i ka. Ibn Uthaymin rahimahullah e pyesin ton, kemi mësysh, nuk na shkojnë gjërat siç dohet. Thotë nuk është se ju keni mësysh për shkak që jeni të bukur apo të pasur apo ditur, por keni mësysh për shkak se s'keni iman. Mungesa e imanit shkakton që njëri pastaj me pas më ron pengesat e shejtanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte praktikisht se si njëri shkputet prej pengesave të shejtanit. Thoshte kur ngritet për me falë sabahun, e zgjidh një nyje, kur merr abdes, e zgjidh nyjen e dytë, dhe kur falet, e zgjidh nyjen e tretë. Tash ta paramendojmë së bashku vëlla bujar, sa njerëz nuk zgjohen kurrë me falë sabahun. Janë të lidhur, të prangosur prej shejtanit. Ç'do të kuptohet kjo? Sigurisht. S'ka mundësi ndryshe me e kuptu. Nëse se kuptojnë këtë hadith kështë, qysh do ta kuptojnë? Nuk ka asnjë formë tjetër që mundna me e kuptu hadithin përveç se kësaj. Lirohesh prej prangave tina, e ka shumë problem. Pastaj shejtani me të orientu ka danaj. Ose mën me mbri besimtarit dhe në atë gradë siç mbriti Omeri, që iko iblisi, shejtani, kudo që ta kante. Dhe hoxh, çështja e uljes së shikimit, sigurisht që nuk e ka vetëm një kuptim, sepse njeriu nganjëherë është i habitur edhe në të shikuarit të asaj që nuk mund ta ketë, çështjet materiale, të pasurisë e kështu me radhë, dhe pastaj kjo orienton te çështja e zemrës, që është lakmia në këtë rast. Është burim i lakmisë? Sigurisht. Këtu mirë që e bëra këtë pyetje, pasi që unë kesh i mangët në sërim, për shikim nuk kemi për qëllim veç uljen kundrejt gjinisë të kundërt, qoftë mashkull apo femnë, po kemi për qëllim edhe uljen prej gjitha asojna që na dëmton. Për shembull, shikimi një kerre të mirë, i cili nuk mundesh me ble me pasurinë që posëdon. Shtyn një gjëna më të madh se sa shikimi një vajzë. Shikimi një vajzë të fut në zina. Ndërsa shikimi një vetur të mirë është më rrezik të fut në kamat. Do bën me i shpall luftë Allahut për me arrit ato që synon. Sa sot njerëz janë ngujuar në banka, në kredi të ndryshme. Jo sepse ai nuk e ka një shtëpi e cila e mbron prej ftoftet, edhe mbron prej temperaturave të larta. Asgjë ai nuk posëdon një kerr që i kryen obligimet ditore të tij, por luksi, arritja e luksit, komoditetit të prunë i ka bërë që afërsisht mbi 5 miliard euro gjinden vetëm kredini për bankat tona. Kjo është pra përfundimi i mos uljes shikimit në ato që Zoti kërkon të. Apo dhe ndaj mirësive të tjerëve. Sigurisht, pastaj këtë shtyn xhelozi, të shtyn smir, të shtyn përgojim, në shpifje. Kretë kjo përmes portës së shikimit. Kretë kjo bëhet për shkak të shikimit. Sa njerëz as që ka pas në darmen,
të shkoj dhe të futet në bankë, apo të marrë para borç, në për borçën të ndryshme. Shikimi një telefoni të ri që sa po ka zbritur, dëgjimi një video që reklamohet, që kënë se ka disa specifika më ndryshe se gjenerata e kalune, e bën që më u fund në borçe, me gënyu, sa kemë raste, e gënjen, është smurë ky, është ai, së smurë kërkush, është smurë zemër ati që e detyron me blej çdo prodhim të ri që vjen prej teknologjisë apo kerrave të ndryshme kështu më. Kjo mund të jetë edhe sfidë e përditshme. Njerëzit shkojnë në market për të blerë një ushqim caktuar dhe shikojnë edhe gjëra tjera pastaj. Secilit prej nesh kur ka qenë koha që janë shkruaj gjëra se çka me blej, shpenzimet kanë qenë shumë të vogla, ndërsa sot nuk shkruajnë fare dhe çka na shqetësojnë e marrëm. E veçanërisht ndikon kjo në kur njëri është i uritur apo kur është agjerueshëm edhe futet mas i këndis për me blen gjana që si nevojitën fare. Për shkak se mendon se gjitha këto do të edhe në këto raste duhet ulje të shikimit. Patjetër, se ky rast është në shpërdorim e den fjalën Allah që thoshte inel mubadhirina kanu ikhwana lishayatin, vërtet ata që shpërdorojnë janë vëllezër të shejtanëve. Dëshiron të vëllezërohesh me shejtan, nëse ju uli shikimin. Edhe në këtë kontekst, në gjitha kontekste, sa njeri ka një farlloj hobi në gjana që ti habitesh. Për shembull një herë e kom pa një video që të regonte se si njeri ka shpenzu mira euro në sopata, mbi 600 sopata. I tregoj disa dallime mes tyre, po ti si njeri thjesht ato sopata, apo tjetri ora me vlerë. Ato ora ndoshta ka 100-200 ora, nuk ka mundësi me i vesh, me i mbajt asnjë prej tyre çdo ditë. Por sasia për me tregu se edhe këtë markë, kështu më radhë. Apo ata të cilët blejnë për shembull vetura të ndryshme. Një veturë vozit, e bën një garazh të tërë në shtëpi. Gjitha kjo është përdorim. A kemi arrit ne si besimtar të ndalojmë urinë në botë, të ndalojmë varfnin? Jo, shpesh herë njerëz ka nevojë ndoshta për ato pare që ti i shpërdoron në lodra dhe e tepron duke i blerë lodra fëmijës tënd, po ti jepsh sadakë dhe ta çlirësh një herë, do të bëhesh në shkak për xhenet. Sa kanë arrit sot fëmijët tonë me pas lodra, një dhomë me tërsiza, dhe kur më shumë nuk rrinë për telefona. Pra është një lloj shpenzimi i tepruar edhe i pa kuptim. E kujtojmë kohën që me pas një lodër, ke flejt me të nuk e kelshu asnjëherë në jetë, ndërsa sot krejt është e kundërta. Pra gjithmonë e kujtojmë burimin e problemit, shikim i pa kontrolluar. Jo vetëm ky shikim që ka dëbërtu në zemrën e fëmijëve këtë rast që thash, por edhe të prindët e tyre, të cilët nuk janë prishën në asgjë. Kjo është gabim, ai është fëmijë. Në këmën që ka të shë, po të mund të do të mërë të tërë shqitorën, dhe se njëre shpenzon kështu. Ne do të pyetemi, nuk do të livrit, nuk do të lëvizën këmbët tona, në ditën e takimit me Allahun, po përgjigjen 3 gjona, një prej cilëve është edhe pasunim ku e ke marrë dhe se e ke shpenzu. Sot shpërdorimi i pasunisë, që në mas të malë ndoshta 90% dhe shtëpive të besimtarëve, janë ata të cilët shpërdorojnë pasuni në gjana të kota. Qysh para 10 vjetë na mjaftoi një rrugë për me i kalu shpenzimin, ndërsa sot, ndoshta që të pore një njerëz si mjaftojnë. Jo që ka ndallim shumë në çmime, po ka ndallim shumë në stilin e jetës. Kem një njeri i bart 5 telefona. Pse kështu? Pse gjithë ky shpenzim? Në një familje 4 antarësh e gjon 15 telefona. Gjithë ky shpenzim i tepërt, ka më thonë dikush llogari për këtë. Nuk ka më shku kështu si thonë arabët haba'an manthura, pa marrë parën llogari jo. Dhe përgjithës është prindi, këtë rast burri, për familjen e tij, e pastaj nëna për fëmijët e tij e kështu me radhë. Sot kemi, Zoti na falt, kërkesa ndryshme, një çantë 2.000, 3.000, 5.000 euro. Çantë nuk t'jep ajo me ushqim.
Çantë është, nëse ka emnin pak më ndryshe, emnin e saj përblen, për çka? Për më krenu para një shoqe, para një. Ndaj të zhvishëm për këtij materializmit të prunë, se kjo na vdek shpirtënore së pari dhe na shkatron daljen për Allahut. Së dyti, gjithë këto probleme që së ndodhen, vallahi nuk është që ndodhen për shkak se njerëzit nuk kanë, po për shkak të luksit të prunë. Ndaj kërkohet një vetë kontroll, Allah dhe nësmeni. Pra, kujdes nga shikimi, sepse mund të burojnë prej aty shumë gjunahe. Jo vetëm gjunahe, por pasoja që pasoj do të pyetësh pse e si e qysh, e krejt këto kanë përgjigje, vetëm holum të. Mirë, do të flasim edhe për çështje tjera të ndikimit të shikimit pa kontrolluar të besimtari, por tani shkputemi për pak çaste dashur miq, rikthehemi pas pak. Po flasim të dashur miq për ruajtjen e shikimit këtu të emisioni Kështu ishin të parët tanë me Hoxhën Fitim, ndërkohë tani do doja t'ju bëj një pyetje rreth ndikimit të shikimit, a bëhet gjunah i zemrës edhe nëse zemra ka dëshiruar diçka, por nuk ka kaluar në vepër fizike rreth asaj çka i ka prezantuar syri. Pra nuk ka ndikuar. Nëse nuk ka veprim konkret, ose nuk ka shprehje, për shembull nëse nuk flet me gojë, ose nuk ka veprim konkret, por durimi i imanit i ka ndikuar që me u pendu për këtij shikimi, edhe mos me u përmbajt. Me u përmbajt, mos më marr hapa konkret. Me lejen e Zotit kjo ngjason me pejgamber të Allahut. Konkretisht me Jusufin alayhis salam, i cili është ftuar për punë të pesta dhe e ka shpëtu Allah për shkak të sinqeritetit tina. Ndaj Ibn Taymi thot një fjalë të artë, ai njeri që s'arrin me rujt shikimin dhe s'arrin me frenu pasojat e shikimit, ai nuk është i sinqert. Thonë, po nga e morë të këtë mendim, thot për shkak se Allah azza wa jall e shpëtoi Jusufin për shkak të sinqeritetit. Jusuf ayyuha siddiq. Jusuf o ti sinqert, sinqeriteti ti që shkak që mos mëron gjuna. Dhe nëse jena të sinqert me Allahun, jam i sigurt se Allah do të na mbrojë prej gjunaheve. Do të na bëjë të shumë të vetë përmbajtur. Po ashtu vëlla i nderuam, dietarët tonë të mëdhej kanë trajtuar ndryshe konceptin e shikimit. E kanë pasur një lloj shigjete të helmune që nëse godet, vret. Andaj sa shikime kanë ndiku, vallahi të na vritet zemra. E të mos ndjej adhurim. Para 10 vjetë, 15 vjetë, një ligjërat e thjesht, një lexim i Kur'anit kanë ndiku që me çojtë, një dëgjim i një hadithi, ndërsa ku janë ata lot, kanë shku. Krejt kjo për shkak se është mbush me pamje haram, që më bësi pengesë pastaj për jetu adhurimin. Dhe Hoxh, a ka përmendur Muhamedi alayhis salam ndonjëherë çështjen e durimit që është i nevojshëm përballë të ndimeve vizuale, pra shikimeve që është nga sfidat e vështira? Sigurisht, Ali radiallahu anhu i thot, shikimi i parë është për ty, i dyti është kundër teje. Vazhdimin shikim njëri për shembull mund Allah na rujt të marrë një pamje të shpejt, po largon syt prej frikës të Allahut azza wa jall dhe nuk detajohet në atë pamje. I tillë shpërblehet edhe pse ka shikim të bashkuar se gjuna, por e ka largu për të të Allahut shikimin prej të ndalumes. Kjo është një lloj xhihadi, sakrifice. Ndaj thot Ali radiallahu anhu se i pari për ty e i dyti është kundrejt teje. Është për ty se arrite me përmisu vetën dhe është përmleve. Dhe është kundrejt teje se nëse zgjatë ndalunën. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Bejhaqiu sunenin e tij, thotë se shikimi në haram është sahm min suhum el iblis, është një prej shigjetave që me to godet iblisi. Na godet me to iblisi për më navro
aspektin e ndërgjegjes, aspektin e imanit. Ndaj çdo shikim haram është quajtur figurativisht si shigjet. Se lën pasoja. Është goditse. Godet zemrën dhe lën pasoja, lën gjunë. Njeri në kushte normale, nëse nuk kish qenë shikimi do të kënaqej me pak. Të kthehemi 20-30 vjet përpara, para se të ishte këto që quhen sot rrjetet sociale. Para se të kishte këtë vëllim të madh që sot ka interneti dhe bota virtuale. Seshëm, pse u kënaqeshëm me gjëra të thjeshta. Nëse kishim bukë, gëzoheshëm në diçka thjesht, e pse sot nuk kënaqeshëm? Pse ka humbur kënaqësia? Për shkak se është mësuar syri me pa mirë. Ai ekspozohet shumë çka. Ju ka ekspozuar mbar bota, është brenda një dite mund me pas shtetet më të pasura në botë se si jetojnë. Lukset e njerëzve më të pasur, veturat e tyre, pallatet e tyre, gjithë ato që posedojnë. E kje ku dërgon? Mos më kënaq me caktimin e Zotit dhe gjendjen që ki. Dhe humbje. Pastaj sjell edhe mos më njohin ndaj mirësive. Mos më njohje, mos falënderim ndaj Allahut për buzën dhe asaj që e ke. Dhe jo vetëm humbja e bereqetit, mos nuk ka në të shtëpi bereqet, nuk qenë Zoti begatin atë shtëpi që nuk falenderojnë. Merrmisht humbja e shijes. Sigurisht, in shakartum la azidannakum, nëse do të falenderoni, do t'ja vështoja mirësitë, nëse falenderoni. E shibjen in kafartum, nëse i mohoni, Allah din se ju çka veproni. Ndaj gjithë kë që shme thonë i tërë kë ekspozim që sot bëhet ndaj zemrës është shkak për me Allah në rojtë për me largu përjetimin adhurim kënaqësinë me në raport me Allahun dhe për me largu nxitjen për vepra të mira. Njëri mendon se kështu komod që sot jeton do të jetë komoditeti i tij edhe në botën tjetër edhe nëse nuk vepron. Dhe kjo gjë është shumë larg asaj që Zoti na shpjegon. Dhe hoxh, si kanë trajtuar dietar çështjen e të bukurës që duhet të shihet dhe asaj që duhet shmangur? E bukura që duhet të shihet është për qëllim në aspektin e asaj që nuk krijon problem. As për zemër, as për ndjenja, as për epsh. Ndërsa ajo që mund me shkaktu problem të lashët të njëri, qoftë aspektet moral, qoftë aspektet të zilive të ndryshme kështu më radhë, ajo është padyshim e ndaluar. Ndaj Allah na fton të meditojmë krijimtarinë e tina, po dikush mund me thonë krijimtaria e tij janë edhe gjinia e kundërt apo. Por ato na kanë ndaluar të shikojmë atë. Mos të marrim argument ajetet për me ardhur të ndalesa. Se Zoti e din më së miri se si na ka kriju, çka na lëndon dhe çka na bën me qenë komod. Nuk ka urdhën se është mirë për trupin, për zemrën dhe për mënyrën që jetojna. Dhe nuk ka ndalesë se është keq për trupin, për zemrën edhe për jetën që e bëjna. Njerën nëse nuk gjenë qetësi, rahatin, këtë botë, është pa kuptim çdo sen. Plot njerëz kemi dëgjuar duke thonë që ka menduar se lumturia është në pasuri. Jam bërë i pasur, kam arrit suksese ndryshme, po kjo veç më ka shtu dëshpërimin. Njëherë një rast thotë se një prej mbretëve të kaluar e ka marrë një person dhe ka vendosur në shtratin e vet, prej rrugës. Ju ka thonë ushtarëve, ma sillni sot është në shtratin tim. Ka thonë sot kemi flejt në shtratin tim, dhe unë do të shkoj një dhomë tjetër. Ai tërë natën i frigon. Pse më pruni me flejt në shtratin e tij? E çka ka më bën nesër në mëngjes? Mos po mbyt, mos i trishtun. Kur vjen mëngjesi thotë si flejt, thotë s'kam flejt fare. Thotë pse se të mendu se do të më mbesësh në mëngjes, do të rënë. Thotë në kështu s'flej asnjëherë, të mendu se do të më mbesni, ose do nesër. Ndaj mos lakmojmë ato që njerëz sot janë sprovu, qoftë për pushtetit, qoftë për pasuritë, se ai do donte të ishte në gjendje që delte i lirë, të shijonte natyrën me fëmijë, me familjen e tij,
por nuk ka mundësi. Andaj Zotit jep diçka, po të marrë diçka që është shumë më elementare, e që është liria. Shikon në mirësit që i ke. Në anën tjetër, Hoxh, ky emision gjithsesi i ka shembuj sahabët, i ka shembuj gjeneratat e arta. Dhe ko pas kohë në emisionet tona ju keni veçuar gjithmonë një sahabi apo disa prej tyre që kanë qenë më të veçantë. Cili ka qenë më i njohur, të themi, në këtë drejtim në ruajtjen e shikimit? Ashtu që kemi përmend në emisionin e kaluar kur folëm për turpin. E keni veçuar atje Uthmanin. I njëjtë është. Ai ka pas turp prej trupit vetë, sidomos që turp prej gjinis tjetër. Dhe kë ka qenë shkaku që pejgamberi i martoi 2 vajzat e tij me këtë person. Dhe u quajtë Dhunurein, pronari 2 dritave, 2 vajzat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Uthmani është i veçantë në këtë aspekt. Është më i veçantë ndër sahabët në këtë aspekt. Thonë se për Uthmanin se kur ecste në rrugë, kuka dhe këmbët e tina ishin diçka që nuk ndaheshin asnjëherë. Nuk arreste me këshirë kur asgjë tjetër përveç këmbëve tina. Kështu ishte qëndrimi i tij gjithmonë i ulur. So që plot për tabenëve që e kanë po, thonë kena mendu se ka problem me shafën. Ashtë shumë që nuk e ngrit kokën, fare. Për shkak turpit madh. Ta kthejmë në kohën tonë, mjafton një ulje e kokës apo ka diçka më shumë këtu? Interesimi, kurreshtja. Ulje e kokës është hapi i parë që kërkohet. Pasi që nëse kjo arrihet, kurreshtja, interesimi bjen, zvoglohet dhe me lejen e Zotit do të menjanohet. Po nëse kjo është i fokusuar, ato veç do të shtohen dhe asnjëherë nuk do të ketë përparim. Nuk ka mundësi njëri me lanë, Allah na ruajt gjunahun, rrezikun e zinas, rrezikun e kamatës që i përmenëm, nëse nuk merr hapin e parë dhe duhun, nëse nuk e ul shikimin e vet. Fatkeqësisht vëllai Bujar, duke shfletu për këtë emision, hasa të lexoj një statistikë që më trishtoi. Në vendin tonë, në Kosovën tonë, brenda ditës, mbi 1 milion klikime bëhen në përfaqe komplet të ndalume. Komplet që janë imorale. Mbi 1 milion klikime. Vetëm në ato faqe. S'po flasëm tash për rrjetet e tjera sociale që sot ja u kanë lecu dhe po ja u lecojnë çdo ditë me shumë arritjen të harame, që ato që quhen TikTok, Facebook, kështë më rrë pome ndryshme, video të ndryshme, që janë totalisht thurje morale. Nëse do të në llogarisë të Zotit, për çdo fije floku që e shohim, ka një gjënat tek gjinia tjetër, çfarë do të themi kur dalim për atina? Nuk është çështje e lehtë, çështje e shikimit. Nuk është çështje që mujna me menjanu lehtë. Sa të kemi shpeshherë pyetje, thot që kam arrit gradat narta në aspektin e mësimit, shkollimit, po ashtu mba mendjes të koronit, por që nuk ka natë që nuk shikojnë haram. Kjo nuk ka arrit për shkak se ai e ul të shikimin e tij. Jo. Kjo ka arrit për shkak të kurreshtjes që e përmene dhe vullnetit që lekt për me arrit të gjënohe. Po, dhe Hoxh, duke qenë se këto pamje të ndaluara janë kudo në këtë kohë moderne, ta quajmë, cilat janë metodat apo strategjitë praktike që sidomos të rinjët ta frenojnë veten e tyre nga këto probleme? Ka qenë një periudhë kur hoxhallarët tonë na folshin për uljen e shikimit, veçanërisht në kohën kur fillon të ishte moti i mirë, pranverë kështu me radhë. Por sot kjo lloj forme ligjërimit nuk ka stin, nuk ka stin ky problem tani. Nuk ka stin, nuk ka kohë, nuk ka vend. Problemi kryesor i njerëzve në aspektin e shikimit është telefoni. Sot njerëzit, Zoti na fal, shohin telefonat e vet kur janë vetmi. Ai me fëmijën e vet 3 vjeç s'ka mundësi me këshirë. Nuk e bën ato. Allahu Teala sot 3 vjet nuk bën.
E çka më thon atë njëri? Është dikush mund më thon, po më për shkollë, për biznes, për shumica në biznesmenëve sot që mojnë telefona me dritë, vetëm e përdorin klasik, po komunikim. Pse? Merre bëja urdhën e kështu me radhë për me kry punë. Ndërsa sot telefoni që quhet telefon Kensei Mentor, kë nuk është për komunikim. Se nuk përdoret sot telefoni për komunikim se 1% e përdorimit tina. Sa flet njëri në telefon? 1%. E ku është që është përdoran duke shikuar në gjana që Zoti ka ndaluar. Mundet më përdor shumë për mirë, por statistikat po tregojnë tjetër gjë. Statistikat po tregojnë se thuaj se nuk ka telefon, ose mbi 80% e tyna, veç se futen në gjana të ndaluara. Në këtë përgjindje janë edhe plesht. Pra sot nuk pikursen as moshën, as gjinin, as vendin. Allahu na ruaj. Sa njerëz tash që na dëgjon drejt për drejt e ka këtë problem. Sa njerëz ndoshta me vjet vonë për këtij problemi. Ende s'ka marrë guxim për hir të Allahut. Që ti thotë jo këtij haram. Për hir të Allahut. Është muhabit kjo çështje. Allahu Azza wa Jall ndaloj për të mirën tonë. Po na merr për jetimin në namaz, po na fund gjëra të tjera, po na bën me vujt, po na bën të lodhën, po na bën gjithmonë pesimista. Gjitha këto probleme për shkakton, dhe jo vetëm, por shkakton edhe probleme që shumë prej sahabëve thoshin, kush është zgjat shikimin e të ndaluarën, Allah nuk do t'jam mundësoj shikimin në fytyrën e tij. Për një, Allah në rujt, një vajzë që me moral tult me ndru shikimin e saj me shikimin e Allahut. A bën me zemra besimtare këtë gjë. Në xhenet, pasi të futemi, dhe të na mundsoj Allahu me pa, thot pejgamberi sa mos me kon mëshira e Zotit, xheneti ju kish duk asgjë, ishin mërzit. Mos me kon mëshira Allah që e kthen e vullnetin për me jetu në xhenet të besimtarët, pasi njerëz të shohin Allahun, xheneti do t'i duket asgjë. Nurun ala nur, do të shohin ata që janë dritë mbi dritë. Ihdillahu bi nurihi me yasha, që me dritën e tij udhëzon. Ndaj të binë në sejdë. Ta lusim Allahun me emrin Nur, me emrin Hafidh, me emrin Qawit, na lehtësoj, na mundsoj ta lëvojmë këtë gjëna. Që po na shkatron dunjan, po na shkatron ahiretin, po na shkatron kënaqësinë, po na shkatron për jetimin e adhurimeve, po na shkatron punë të mira. Sa orë sot shpenzohen këto harame, po të shpenzoj kjo kohë leximin e Kuranit, sa hatme do të ndodhin. Po të shpenzoj kjo kohë në zbulimin e. Po të shfrytëzoj ky shikim, pra ky sy për këto vete. Sigurisht, se në njëri i cili lexon Kur'an, s'ja jep vetit komoditetin me pa ato që Kur'ani e ndalën. Sa i lexon surën Nur, e lexon kërcënimet e Zotit, edhe që Zoti nuk është të buhajgane me gjithë të kërcënime. Gjithë ky përjetim i detajon i xhehenemit, për kanë vlen, për ata që ruan, për ata që shpërdorojnë, sigurisht për dytin. Dhe hoxh, deri më tani pra përmendët ato thirrjet hyjnore, thirrjet profetike për të ndaluar shikimin në të ndaluarën. Në anën tjetër, ruajtja dhe kontrollimi i shikimit, a e forcon lidhjen me Allahun dhe a ka jetë, a ka trajtim dietarësh për shpërblim në ditën e gjykimit për ata cilët përmbahen ndaj të ndaluarës? Sigurisht se lidhjen prej më shumti që e forcon është përmbajtja e urdhrave dhe ruajtja nga ndalesat. Në këtë rast edhe shikimi nëse ruhet prej asaj që Zoti ka ndaluar, e forcon lidhjen dhe është shkak për rregullimin e raporteve mes robëve dhe njerëzve. Prej këto Ibn Qayyim thoshte mundo ta rregullosh raportin mes teje dhe Allahut, se Allah do ta rregullojë raportin mes teje dhe njerëzve. Ndaj rregullimi i raportit me Zotin do t'ja shumë hajnë si në këtë botë, si në botën tjetër. Dietarët e hershëm këtë çështje trajtonin gjatë. Dhe këshilloheshin vazhdimisht.
tregon Sufjan Thauri se dole me Wakia ibn Jarrahin për të udhëtuar në Kufe, në atë vend ku jeton, thash do të ecim prej këtij vendi në këtë vend, por me 2 kushte. E para, ta ulim shikimin, dhe e dyta të mos flasim me së mirë. Nëse rregullohet shikimi, rregullohet gjuha, rregullohet dëgjimi, aja zemër do të fluturojë nga kënaqësia e Allahut, nga përjetimi i adhurimit. Do të kënaqet me çdo gjë që Zoti ja ka dhënë. Si bënte si shembull Ibn Taymi rahimahullah, i cili edhe pse u burgos thoshte, po t'ja shpaguja burgosin tem këtyne njerëzve me ari, so është kjo kala në peshën e saj, do t'ishte pak çfarë të mirë më kanë bo, më kanë vetmu me Allahun edhe me meditimin e librit tina. Në çdo gjendje njeri pastaj është i kënaqur me Zotin, pastaj thoshte çfarë mund të bëjnë armiqtë e mi me mua. Nëse më burgosin vetmona me Allahun, nëse më lirojnë thras në rrugën e Allahut, nëse më mbysin vdes në rrugën e Zotit. Në çdo gjendje falenderos. Pse kjo? Ky person arriti ta ndryshojë veten. Arriti të përmbajë prej të ndalunës. Dhe secili prej neve që bëhet i tillë do t'ja shohojnë në këtë botë. Pastaj edhe në botën tjetër do të ngjojmë me pejgambert. Do të jetë në atë pozitë që edhe pejgambert do t'ja lakmojnë gjendjes tina. Nëse Jusufi a.s. pa ajetet e Zotit që ndalon prej zinas, ky për shkak të kënaqësisë Allahut më ndalon, kjo vepër mendon se do të kaloj pa problem. Asesi, qysh ata kalojnë çdo sekond gjuna, ky ka çdo sekond sevap që ka ndaluar veten. Dhe pastaj njëri është thjesht, atë do të jetë në tamborën e atyre që ngjasojnë me pejgamber, apo atyre që ngjasojnë me lloj-lloj Allah na ruaj personat në dytë. Antivlerat, po. Që s'ka asnjë vlerë, zgjedhja është në dorën tonë. Hoxha, falenderojmë shumë që ishit me ne për trajtuar këtë temë. Faleminderit për ju. Dashur miq, falenderit edhe ju që na ndoqët. Takohemi inshallah misioneve të tjera. Mirëmbëjtje.